Mirë më gjese të ashtu. E kisha më një të kam pisa, Si e sot? Mirë, është mirë, jemi mirë dhe si që shikon këtu jemi mirë edhe nga këto si thuash gatimet që do të sillim sot për anvisat, po më përpara duhet t'i përshëndes dhe t'i uroj si gjithmonë një ditë të bukur dhe t'i ftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë receta që do përsillim për ato sot dhe çfarë do të bëjmë. Mendoj të bëjmë me barbunja, jo thjesht barbunja të cilat të bëhen me patate, mund t'i bëjmë kështu thjesht vetëm barbunja, por do t'i sjell sot edhe me një oriz bazmati. Do me thënë ndryshe nga ato barbunjat e thjeshta që bëhen qoftë me patate, qoftë me mish, me lloj gjërash, sallat mund t'i bëjmë, por thash sot me kështu oriz bazmati dhe do shikoni se sa të mira dhe sa të shijshme bëhen. Shumë të kënaqshme edhe për fëmijët. Mënyra më e mirë për të treguar fëmijëve se si mund të konsumojmë barbunjat. Një gatim tradicional, unë e them lakror faktikisht me miell mistri, sigurisht në treva të ndryshme ka emërtime të ndryshme, mënyra se si do ta sillim. I sillim her pas here për t'i rikujtuar dhe për t'i sill në mënyra të ndryshme. Do me thënë sot, përveç se këtyre lakërinjave të ndryshme që janë lakërat e pranverës, që mund të gjeni në treg, shumë llojshmëri lakrash është akoma dhe më e mirë dhe më e shijshme për të bërë ky lloj lakrori. Gjithashtu, kopër majdanoz edhe nenexhik janë erzat të cilat janë e kam lënë për ta shpjegoja pse ishte, është lehtë me uthull. Ne sot e kemi kuptuar çfarë do gatuajmë, apo jemi futur në studio. Më do thoni ju pse? Sepse do gatuajmë Paçe me plëns. Tani kuptoni vetë. Pse e kemi kuptuar menun për së largu sot. Një sekret për punën, do me thënë që mos të ndihet era në shtëpi. Kati kishte vendosur një facolet këtu për të mbuluar me uthull, për të mbuluar këtë vrimëzën e kapakut. Jo, po që të mos vijë, mos përhapet aroma në studio. Besoj se aroma e plënsit duhet këtë dalë tani, meqense ka goxha orë që zihet. Atëherë të dashur anvisa, neve këtë lloj, do me thënë lakror, do ta sillim, e themi lakror sepse ka lakra. Dhe në momentin që kemi lakra, unë e them lakror, por sigurisht që ka emërtime të ndryshme, ka mënyra të ndryshme për përgatitur, mund të përdorim lakra të lloj të ndryshmeve që ka tani në pranverë, gjithashtu mund të shtoni qep patjetër që shtojmë, qep të njom, ndonjë presh nëse ju ndodhet, pra çfarë jeshillëqesh juve mund të ndodhen. Sa më shumë, aq më mirë edhe këto erzat, që thash kopër majdanoz edhe nenexhik. Gjithashtu unë do t'i hedh qumësht dhe nuk do t'i hedh ujë. Juve nëse mundet ta bëni edhe me ujë, por qumështi është ajo që ëmbëlson, i jep shije dhe na bën akoma edhe më të shijshme dhe më të mirë. Gjithashtu djath do të kem gjalp dhe vezë. Pra edhe miell. Tani miell të bardhë, miell të verdhë, misri, këtë e përzidhni juve dhe çfarë do t'ju ndodhet në shtëpi. Atëherë të fundit fare, siç e shikoni këtu në tenxhere, unë kam vendosur për të zier plëncin dhe do ta tregojmë pastaj më mbrapa mënyrën se si do ta përgatisim. Dhe e kam vendosur të zihet, duke shtuar brenda një kokër qep të plotë, 2 gjethe dafine dhe kokra piperi, rreth 10 kokra piperi, të cilat këto i lëm që të zihet dhe siç e shikoni edhe temperatura është e ulët dhe zihet avash që të na ngelet, domethënë plënci të zihet dhe të ngelet ato lëngjet e veta që neve do ta përgatisim pastaj në mënyrën tradicionale që e bëjmë me hudhër, me uthull, miell, vaj dhe limon. Pra unë i bëj një salsë në fund fare me uthull, me hudhra, limon edhe uthull dhe vaj ulliri. Ajo salsa është që i jep shumë shije, por më përpara do të ka vërdisim edhe pak miell me vaj që të shtojt brenda. Do ta tregojmë edhe këtë hapasati në momentin e fundit, sepse do ta lë të fundit atë që të na ndiqni ju të dashur anvisa ta prisni, sepse vërtet kjo lloj paçe, mënyrën se si do ta përgatisë është mënyra tradicionale dhe është mënyra më e mirë për ta përgatitur për ata që e kanë shumë për zëmër paçen, se jo të gjithë e duan. Por ka shumë njerëz që e duan patjetër. Shumë i shëndetshëm, pavarësisht që tani avash po ikën dhe koha që të kjo konsumoj shumë më mirë në dimër, por që edhe tani përdoren ato paçet e bagëtive. Dhe në njëjtën mënyrë më të bëhet edhe me atë lloj, domethënë, janë bagëtit e imta tani që edhe kemi ato paçe, kështu që jo se s'ka dhe tani. Gjithë, po zakonisht në vit. Fillojmë atëherë për të treguar, domethënë, jemi tek tradicionalja kryesisht sot për duke përjashtuar deri diku recetën e parë që Kati prezantoi, meqense kemi orizin basmati që do të vi me barbunjat në një mënyrë interesante edhe të re, po ndërkohë ne do të nisim me recetën e dytë.
të prezentuar, me që ka ti nisi kështu si pas radhës. Atere, këtu kemi ti heqë edhe këto qep të njoma, kopër, majdanoz, lakra, labot. Okej, pra jeshillë që të grira imët, dhe ndërko, përbërësit e tjerë që Katina tha, do t'i hedhim tani. Djathi i bardh, gjalp, qumësh, vezë dhe mjell, misri të bardh apo të verë të bardhin ke zjedhur sot? Do përdor të bardh, por sigurisht që bëhet edhe me njërën edhe me tjetrën. Tani hedhim mjellin e misrit, unë këshu me sy i hedh. Nuk ka nevoj, do me thënë që ta shikojmë, rreth gjysëm pak, o do të hedh në momentin e parë, do t'i shtojmë kripën, okej. Me siguri që do t'i shtojmë edhe vaj, edhe pse do të vendosim gjalp në momentin e fundit, do t'i hedhim edhe vaj. T'i shtojmë edhe tavës vaj. Sigurisht vajin Gold nga kompania Teuta, që vaj është domosdoshëm në kuzhinë, po thuaj se çdo gatim, siç ne themi, nis me vajin, nuk besoj se ka recet që nuk e do vajin brenda, kështu që t'i hedhim edhe miell, misri në tavës. Që të nga bëja të situash koren, krustën. Është mjaftueshëm. Tani këtu e përziem me këtë, s'ka problem. Është mënyra e më e thjeshtë se si unë e përgatis këtë lloj lakrori, sepse i hedh të gjitha brenda, i përzie dhe i hedh në tavë. Dhe thjesht piqet pastaj. Edhe bëhet shumë i shishëm. Nuk as dhe i shtyp fare, domethënë këto. Po, se ka zonja që i punojnë pak me duar, po. Nuk ka problem, se në momentin që do futen brenda, ato vishken edhe s'ka asnjë lloj problemi që ti bësh ty shtypësh fare ashtu. Do të hedhim këto përbërësit e tjerë. Pra, hedhim djathin. Do të hedhim qumshtin. Në temperaturë ambienti besoj? Po, nuk ka problem, nuk është problem për punë e qumshit. Edhe vezët. Edhe vezët. Sa kokra vezët shtojmë? 3-4. 3-4. Të pyes për sasinë se ende s'kemi redzuar. Edhe nëse duan, ambisat. Po, varet sa duan që të ndjene aty në këtë paketimin o Vitalit, kemi 5 kokra vezë. Ndërkohë, me qënë se jemi këtu, shoj që recetat që deri tani kemi prezentuar kanë përbërësit tanë të përdiqëm që përdorim në kuzhinë, kështu që unë të doja t'ja u kujtoja shkurtimisht se me çfarë ne gatuajmë, e sigurt jam që dhe ju zgjidhni të njëjtat produkte, sepse janë më familjare për të gjithë, janë me eksperiencë gjatë në tregun e konsumatorëve shqiptarë dhe kanë ofruar me shumë cilësi një pasardhë të shëndetshëm, nëse mund ta quaj kështu. Atëherë, jemi tek vezët, kështu që unë po e nis me vezët në fakt. Veza o Vital është cilësi në 4 stin, është ajo që ne sjellim një pjesë të mirë të gatimeve këtu. Kjo recet që ne përdorim sot do të doj mielin dhe po i përmend edhe një herë përbërësit me qenë se ende s'kemi lexuar recetat, pra miell misri të bardh apo të verdh, sipas dëshirës tuaj, pra varet sa në ngjyrë doni dhe sa të fortë doni shijen e miellit të misrit. Ne sigurisht që zgjedhim mielin Ola nga kompania Atlas, më i miri që keni në treg në të gjitha variantet e miellit, si mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli i thekrës, mielli i misrit i bardh apo i verdh. Në sezone të caktuara namin ka bërë mielli i ballokumeve, për shembull, siç ka qenë gjatë muajit mars, po është një ëmbëlsirë që vazhdon edhe përgatitet her pas here, qoftë edhe për qef ku na shkon mendja. Po pse jo, nëse doni të përgatisni ëmbëlsira të shpejta, edhe brenda një paketimi mielli keni jo vetëm cilësinë e miellit Ola, por keni gjithashtu edhe pluhurin fryrës apo aroma të ndryshme të vaniljes, çokoladës, që e lehtëson punën në kuzhinë. E ndërkohë do doja që të vijoja më tej me përbërësit e tjerë që janë pjesë e recetave tona dhe janë pjesë e kuzhinës sonë të përditshme, siç është kompania Teuta, e cila vjen tek ju me pjesën më të madhe të produkteve ushqimore të domosdoshme në përditshmërinë tonë, që nga vaji, nga orizi në lloje të ndryshme të tij që i përshtatet recetave dhe gatimeve që ju keni dëshirë të gatuani, sigurisht fasulet, mikset e drithrave të farave, sheqeri, niseshtja e plot të tjera. Logon e Teutës e gjeni në shumë prej rafteve të marketit tuaj të preferuar dhe është ajo që bën diferencën, siç quhet ndryshe familja jonë e madhe. E ndërkohë që gëzimin e sjell Aja dhe e sjellin salçiçet Vudi,
janë të shishme, janë të sigurte, janë të paketuara shumë mirë, gjë që mund të qëndrojnë në frigorifer edhe për disa ditë radhazi, dhe Kati thot në zgjidh duart për këto përbërësit që janë gjysmë të gatshëm, kështu që edhe salçiçet vudi janë një zgjidhje për vaktet tona të përditshme. Atëherë të dashura Anvisa, sa dëgjuat informacionin nga Anila, që është i domosdoshëm, unë këtu kam hedhur, pra, janë lakërinjat të gjitha që thamë, janë erzat, kopër, majdanoz, nenergjik, qepët e njoma pa tjetër, kemi shtuar djath, vez, qumësht, miell, edhe krip, gjithashtu dhe vaj, si mos harrojmë edhe punë e vajit. Dhe tani këtë masën e përgatitur e kemi gati për ta hedhur në tavë. Është shumë e thjeshtë, domethënë, siç e shikoni, një recetë që bëhet shumë e thjeshtë. Djathin nuk do ta thërmoni shumë, e dua që të ndihet djathi. Gjatë momentit që do të piqet, të ngelen ato copëzat e djathit që ta shijojmë. Po. Dhe në fund fare, do t'i shtojmë pak vaj prap edhe gjalpin që do ta hedhim gjithandej, domethënë, do ta përhapim në tavë. E shikoni që pjesët e lakërinjave nuk i kam coptuar fare, s'ka nevojë, sepse ajo gjatë përpunimit të nxehtë do të zbute. Do ta ndihmoj. Edhe qumshti, edhe veza, vetëm se janë ngrirë rimët, pra është bërë... Dhe qumshti është ai që e mbërson. Po. E jep shumë shije. Edhe këto copëzat e djathit, që ngelen mbi të, do me thënë thekërohen, piqen, edhe japin shumë shije. Kështu mbushim edhe pak edhe e mbushëm. Edhe di pse bëjmë edhe këtë që të ngelet si e ajrosur tavat, mos qulloset, po të piket gjithandej, domethënë në mënyrë të njëtrajtshme, dhe prandaj bëhet kjo që nuk e... Ja urdhëroj dhe këta, faleminderit. Tani ajo që ngelet, do t'i shtoj prap pak vaj. Se, si themi gjithmonë, vaj është ai dhe yndyra, gjalpi. To janë që furrën e kemi të ndezur, e ndërkohë ta themi dhe temperaturën edhe pse 180 gradë, 40 minuta, 45, do me thënë e shikojmë. Okej, shumë mirë. Ja, sa shpejt është bërë një lakror me miell misri, ndërkohë që unë të doja që të shohim pak receta, se ora është 9:10 edhe një 5 minutësh në ndan nga pjesa e parë, nga mbyllja e pjesës së parë të gatimit, kështu që në ekran do të shfaqim si recetën e lakrorit që kemi pothuajse përfunduar, se përgatituri do të mbetet vetëm koha e furrës për të pritur, ashtu edhe të tjerat që me siguri do t'i nisim kur të kthehemi. Lakror me miell misri. Na duhen 1 kilogram lakra të ndryshme, si spinaq, labot, pazil, lëpjeta, 400 gram miell misri, një tufë qep të njoma, një tufë presh, kopër, majdanoz, nenergjik, 4 vez, djath, qumësht, vaj, gjalp, krip edhe piper. Të gjitha këto, siç i pat, janë bërë bashk në një enë të madhe, shtruar në një tavë, e cila më parë është lyer me vaj, sipër vajit një pudrosur me miell misri të bardhë, e gjithë masa ka kaluar në të njëjtën tavë. Atëherë të lexoj pak edhe paçen që e kemi në ekran, ndjes për zërin, paçe tradicionale me plënc viçi. 1,5 kg plënc viçi, 1 qep, 10 kokra piper, 3 gjethe dafine, 2 lug miell. Për salcën na duhen 1 limon, 4 lug uthull, 6 thelpinj hudhra, vaj ulliri, krip, piper, spec djegës. Kjo, sipas dëshirës, gjithmonë mbetet alternative. Dhe kemi gati, Anila. Dhe barbunja që do sjellim sot do të bëhen me 300 gram barbunja, 1 filxhan oriz basmati, 1 qep, 3 domate, 3 lug vaj, 1 lug gjalp, 1 lug piper të kuq speci, krip dhe piper të zi. Pra 2 recetat e fundit ende nuk ka nisur nga puna. Shtuam sopa gjalpi. Sopa gjalpi dhe kemi spërkatur pak me miell misri, që të ngelet ajo mos të digje në spinaqi dhe këto lakërinjat që kemi hedhur, e spërkasim pak, e pudrosim me miell misri, ajo bën një kore sipërfaqësore dhe bëhet edhe shumë e shishme në momentin që piqet. Edhe e bukur se merr atë ngjyrën kështu nga sipër. E çojmë tavën në furr, do ta lëm
që të na piqet. Fiks, aq kohë do të kemi edhe ne, pra do rreth 40 minuta në temperaturë 180 gradë, kështu që ne në orën 10 do ta kemi gati për ta nxjerrë nga furra edhe për ta treguar të pjekur e të përfunduar. Nga të dyja recetat, do nisi me këtë, meqense na the që plëntin do ta lëm për në fund, pra paçen. Këto janë përbërësit e recetës së dytë që pat në ekran. Atëherë, për recetën e dytë që do të fillojmë tani, do të kemi në një tenxhere të thellë ose tigan, do të fillimisht do të fillojmë me qepën, ka vërtisim qepën, dhe mbas do të shtojmë qepën, do të shtojmë këto barbunjat të cilat, barbunjat nuk janë ato që do të tregoj tani mënyrën se si, të hedhim qepën një herë dhe tregoj mënyrën se si presi. Se ne do ta mbarojmë kur të kthehemi, si do që të jetë si recetë, kështu që thjesht bëjmë këto shpjegimet e nevojshme për të nisur. Nuk bëhet me lëngje, bëhet si një lloj pilafi. Do të shtojmë qepën. Dhe do t'ju tregoj tani për punën e barbunjave, mënyrën se si presim kështu, që edhe bëhen edhe më shpejt, por në kombinimin me orizin, bëjnë shumë të mira dhe shumë të shishme, dhe një japin një tjetër ide dhe nuk është ajo ideja e barbunjës së gjatë, që të mendojnë fëmija se janë barbunja kështu shion edhe orizi, edhe fëmijë e hanë me luk dhe do t'u pëlqej. Është diçka e Kati do mirë. të na tregojë në këtë 1 minutë të fundit se si bëhet prerja e barbunjave. Pra, shikoni se të vogla janë coptuar, kam përshtypjen me gëshëri ke bërë kështu? Apo me thik? Tash mos i ke prerë se duket aq të imta. Edhe thika i pret imët në këtë mënyrë. Okej. Ja, kështu. Do të prerë. Edhe i lëni në ujë, që t'jenë të freskëta, mos i nxjeni të thajen, freskon, uji i freskon edhe i mban të freskëta. Kështu që në momentin që do t'i hidhni brenda pastaj, i kulloni ujin dhe i hedhni. Gjithashtu në fund fare, siç e shikoni, kam dhe majdanos të freskët, të cilin do ta shoqërojmë në fund fare me majdanos të freskët. E lëm punën me qepën ne. Po, duke shtuar krip, dhe pastaj kur të kthehemi do vazhdojmë me barbunjat, domate. Edhe pjesën tjetër të përbërësve. Pjesën tjetër pastaj në fund është që do të shtohet orizi, do të kemi këtu edhe një lëng perimish ose Okej, që ne do ta vendosim në zjerje gjatë kohës që do shkëputemi. Mirë, kryejmë ca gjëra të vogla ne, pa humbur ju asgjë, sepse kur të rikthehemi, si gjithmonë bëjmë një rifreskim të gjithçkaje që kemi bërë dhe në ekran live do të vazhdojmë me gatimin e recetave. Mos i humbisni, kthehemi pas pak. Këndi gatimit, pa tjetër në këndin e gatimit rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, sepse kemi aq shumë gjëra ende për të bërë edhe do të kujtojmë sigurisht dhe çfarë kemi bërë në pjesën e parë e kemi në furrë, po do ta bëjmë një rifreskim përsëri për ju që s'na keni ndjekur nga fillimi deri tani. Po ndërkohë le të qëndrojmë tek mashurkat. Po, barbunja, ndryshe, mashurka faktikisht janë të verdha. Por këto një familje janë sigurisht në ngjyra ndryshon, edhe shija faktikisht. Edhe shija janë pak më të ashpra ato, po. Ndërkohë të dashura ndisa neve sot të thamë që do të bëjmë barbunja, të cilat do t'i bëjmë me një oriz basmati. Dhe fillimisht kemi filluar këtu me kapërdisjen e qepës, pra një qep të thatë, më mbrapa shtojmë me njëherë barbunjat, nuk do shtojmë domaten, siç bëjmë në gatimet e tjera, po shtojmë barbunjat, sepse barbunjat nëse shtojmë domaten në fillim fare, forcohen. Kështu që në këtë mënyrë barbunjat zbuten dhe nuk forcohen gjatë përpunimit të nxehtë më mbrapa. Është shumë e rëndësishme kjo për pjesën e barbunjave, themi gjithmonë ose i kapërdisim më përpara direkt me qepën, ose i zihem dhe i hedhim brenda, do të thonë japim një val. Është shumë e rëndësishme kjo, por mos na mbetur barbunjat kështu të forta dhe të gjalla dhe nuk e kanë ato mundësinë. Aciditeti i domates, sidomos i salsës, është shumë më i fortë, sepse edhe domatja diçka më ndryshe, po salsa është shumë e fortë dhe nuk i lë, do me thënë i forcon dhe nuk i lë që të zihen. Tani, sa na janë zbutur, do të shtoj këtu me njëherë edhe domaten e freskët, pra do të bëj me domate të freskët, nuk do të bëj në mirë akoma. Edhe do të shtoj edhe piper të kuq. Të kuq, pa. Do t'ja hedhim edhe piperin që tani, ka që jo shumë. I ka vërdisim tani mirë.
të zbutet domatja, dhe sa të na zbutet kjo neve, ta lë pak kështu të qetë, të heqim orizin, të marrim rreth 1 filxhan oriz, 1 filxhan e gjysmë, shikojeni vetë këtë, po 1 filxhan është i mjaftueshëm. E shplaj pak orizin, tani unë do ta hedh me sy, kam thënë dhe herë tjetër, në kuzhinë nuk ka problem, domethënë edhe do thoni tani për pjesën e ujit. Do ta hedhni ujin në masë dhe do ta shikoni që nuk ka nevojë, domethënë për të. Sa i këndshëm është ky basmati. Edhe zihet shumë shpejt, ka një aromë të mirë. Edhe një bashkëpunim këtu me këto barbunjat e me këto bëhet shumë i mirë, shumë i shijshëm. Edhe kur gatuhet akoma dhe më i bukur bëhet, ajo kokra zgjatet, zvarret, më pëlqen shumë. Rrit vëllimin edhe këto dhe është shumë i mirë. Tani bëj ndonjë shplarje kështu. Shplajm pak orizin, ndërkohë po lexoj pak për ju që nuk e njihni, ndoshta mund të ketë njerëz zonja që nuk e gatuajnë, por përdoreni, do shikoni jo vetëm në pamje një recetë tjetër, por edhe në shije, edhe në shumë receta ku orizi mund të përgatitet dhe i ftohtë në formën e sallatrave të ndryshme. Basmati është një varietet orizi kokërgjat i njohur për aromën e veçantë dhe shije delikate. Kokrat e orizit basmati në gatim bëhen edhe më të gjata, duke patur vetinë e fryrjes 2 herë më tepër. Orizi basmati është ideal për një dietë të ekuilibruar sepse është i lehtë dhe tretet shpejt, kështu që përdoreni. Zëvendësojeni një vakt me atë orizin e zakon dhe me siguri do kthehet në orizin tuaj të preferuar shumë shpejt. Ka të erdhe? Po erdha. Ndërkohë, i bëjmë një përzierje tani më, se nuk në mënyrën se si kemi përgatitur, domethënë barbunjat, ato e arrin kohën shumë shpejt në momentin e pa që bëhet kavërdisja, shtohet edhe domatja, edhe një 5 minutë vazhdon këtu me domate. Kështu që zihet gjatë kohës. Dhe është momenti që të shtojmë edhe të orizin, është një gatim i shpejt, prandaj dhe kur i presim kështu zihet akoma dhe më shpejt gjella. Po shikoja këto plëmsin që e paske hequr, kulluar edhe ndar në copuza, do bëjmë një paçe sot, ja ku e keni, pra pasi është zier mirë, me një kokorqep, me gjethe dafine edhe kokra piperi, është kulluar, ndarë në pjesëza të vogla, si që pa që e do, e më pak do të kemi edhe vazhdimin e gatimit të kësaj recete. Tani, po Anila? Po shikoja furrën, s'ka në kohë, jo ende, 28 ora. Ndërkohë që këtu në qendër do të hedhim një lugë gjallë. Të shkri dhe do të hedhim dhe orizin. Të hedhim orizin. Dhe më mbrapa do të hedhim, ta ngrej dhe pak të që ta kemë dhe ujin. Tham lëng perimesh, uj të zakonshëm, do me thënë uj pas një gjë brënda, sigurisht që i shkon edhe një lëng pule faktikisht, ose lëng mishi, qëfar mund të ndodhe tyve në shpik, ose qëfar thjesht edhe me uj. Rita pasojmë qikë, se na ka ngelur. Sa kokra. Iku dhe kjo pun. Ikëm dhe këto. Edhe të falenderoj, Anila. Tani, thjesht një përzjeri. Dhe i lëm që të zihet, duke shtuar ujin e ngrohtë në mas. E mburoj me kapak dhe i lëm në temperaturë mesatare që të zihet dhe të bëhet gati. Dhe gjatë kohës që Kati shpjegon, në të njëjtën kohë në ekran rikthehet receta her pas here për ju. Ja dhe pak të... Të ndihmoj? Jo, e rregullove. Në rregull. Thjesht më marri pak val, domethënë kjo, ndërkohë që edhe orizi ka vërdiset pak, dhe ndërkohë që ajo po bëhet gati, ne rikthehemi këtu dhe i themi anvisave. Siç e shikoni, kemi këtë paçe. Paçe nuk është ajo paçe e supermarketit që është e bardhë fare, kështu që lahet me atë gërqele plëncin. Për pjesën e plëncit, është ajo tradicionalja, domethënë që e lajnë vetë anvisat dhe sigurisht ka dhe këtë ngjyrën e mirë dhe ka dhe shihen shumë herë më të mirë nga ajo që lahet me gërqele. Sepse një pjesë e shijes, kur bëhet me gërqele, pavarësisht që ne e shikojmë dhe themi nga ana estetike, nga ajo bukuria, nga ajo gjë, do me thënë që ta shikemi të bardhë, po nuk është e thënë, do me thënë. Edhe kështu është plënci ka shumë shije, ngelet me ato, si thuash, vlerat e tija ushqimore në brëndësi, kështu që është diçka e mirë kjo.
si që bëshin nëna tona në mënyrë tradicionale, jo me gërqele. Tani, këtu, kam hedhur të gjethet e dafinës, edhe qepën edhe pjesën e kokrave të piperit, edhe ti marrë ti hek tani këto, sepse kemi kulluar të lëngun. Po, që do të na duhet për ta përdorur për paçen. Dhe fillojmë edhe bëjmë edhe paçen. Anila, të lutem mindis, sa të shtoj dhe ujin unë atje, që ta përfundojmë këtë. Të dyja bashkë? Po. Jo, një më duhet. Të dyja, sepse edhe lëngu tani kujtova. Ketë drejt. Të dyja i ketë ndezura. Mendoj që kjo është gati kati. Ja do të shikojmë dhe do të... Edhe me orarin fix 20 minuta janë bërë nga momenti që është futur në furrë. Temperaturën. Ashtu. Sa e mirë që bëhet kjo gjellë. Shumë e mirë, po pra. Edhe është si një gjellë verore faktikisht, sepse është e lehtë dhe bëhet me domate dhe jo me salcë. Gjithmonë kur vjen pranvera dhe në vijim, nuk kemi nevojë domethënë për punën e salcës, por... Po, e të vëndësaj me domatet e freskëta, patjetër. Tani, sepse ra dhe pak më tepër lëng, nuk ka problem. Këtë anën tjetër do ta fikim plotësisht. Në temperaturë mesatare dhe do ta kemi gati. Mos e kam lënë fikur fare. Temperaturën e ketë 4, do ta ul prap apo është në rregull? Në rregull te 4. Kemi bërë në pjesën e parë edhe një lakror me jeshilloqe, me miell mistri, e kemi vendosur në furrë me djath, me gjalp, me vaj, me vezë, shumë i shishëm dhe i shpejt për të përgatitur, të cilin do ta kemi gati në shumë pak minuta. Është pothuajse i përfunduar, por që Kati po e lë edhe pak për të kulluar. Po, të kulloj, ta ka mësuar dorën Kati, ta ka mësuar. Po dhe mëndjen, si duket e pas kemi të njëjtën, sepse nuk e mendoja që do thonim të njëjtën fjalë. Tani do të hedhim vaj. Për këtë masën që kam unë tani këtu, një lugë do të hedh miell. Nëse do të ishte masa më e madhe, do të shtonim më tepër. Kështu që një lugë është e mjaftueshme. Pra vaj dhe një lugë miell. Edhe një lugë miell e ka vërdisi. Ka vërdiset mielli, fillimisht. Unë nuk e hedh brenda. Përgatisa të salsën që do ta përgatis tani me uthull, me hudhra, me vaj ulliri dhe me limon. Dhe atë do ta hedh gjatë servirjes, nuk e hedh brenda këtu. Nuk e hedh atë që të zjej me lëngu? Nuk e hedh këtu që të zjej me lëngu. Ka shije më të mirë në momentin e fundit, edhe sipas dëshirës pastaj e servirim edhe me spec djegës. Ka që përdori domethënë me spec djegës, sidomos në dimër i shkon shumë dhe ajo salca që e hedhim vetë kur e servirim dhe në moment tjetër i vendosin në një salcier që ta kenë për domethënë kushdo që të shtoj pak më tepër. Sipas shijes, pas ta keni dëshirën. Tani tjetra këtu, sipas dëshirës mund të shtojmë pak piper të kuq këtu brenda. I jep shije, i thyen dhe pak atë ngjyrën e pjesës. Ti do t'i shtosh? Do ta afroj apo? Po, Anila, pak do t'i hedhim sa për të thyer atë ngjyrën e paçës. Një pyetje, plënci është zier me krip apo pa krip? Plëncin e kemi zier, domethënë gjatë në momentit të fundit i kam shtuar pa krip. Është pyetje mirë kjo Anila që thua, fillimisht e vendosim pa krip. Thjesht me këto gjethet e dafinës që thash edhe me qepën edhe me kokrat e piperit, po pa krip, në ujë të ftohtë, shumë e rëndësishme kjo për punën e ujit të ftohtë, edhe uji do jetë në mas të plëncit, jo më tepër. Domethënë në mas të plëncit, më tepër bëhet domethënë lëngjera. Që të mbetet shija aty, mos bëjmë një ujë pa shije fare, po. Se tani nuk do ham ujë. Në drejt. Ja kaq. E do pak po, që të marrë atë ngjyrën e paçës. Edhe shtojmë edhe këtu të lëngur. Në momentin që hedhim piperin e kuq. Vazhdojmë dhe e trazojmë. Do me thënë, paçja, pjesën më të madhe të vështirësisë punës e ka te larja e plëmsit si fillim. Nëse do ta zgjidhni ta merrni për ta larë vetë, por ju garantoj, do me thënë, kur e lani vetë e lani pa gërqeli, do me thënë duke valuar ujin dhe vendosim edhe e lajm, atëre ajo sa të marri val tani këtu, do të shtojmë edhe këto dhe ja ta hequm se s'na duhet më. Faleminderit. Ashtu. Filloj të marri val, do të shtojmë edhe pasi e shtojmë, e lëm të marri edhe një val tjetër. Me thënë të ri të qëndroj brenda.
në temperaturë të ullët në mesatare si të tuash për një 10 minuta që të lidhe do me thënë edhe me pjesën e miellit, me ato salcën që neve pregatitëm, edhe bëhet do me thënë e kemi gati. Sa jo që të na bëhet gati, unë do të shtoj do me thënë këtu. Pa, bëjmë pjesën tjetër. Pjesën, kjo është një salcë që do të përdoret, kështu që i hedhim hudrat edhe më tepër. Këtu kam lëngun e limonit. Do të shtojmë edhe uthull. 2 uthull, një lëng, do me thënë në masën, nëse do të kemi 2 lugë lëng limoni, do të shtojmë 4 lëng uthulle. Dhe vaj ulliri. Ndërko, ata nxjerr atë lakrorin ka ti nga furran? Anila po. Se ora është 10 pa 3 minuta, kështu që të fillojmë ti nxjerrim pak nga pak. Lakrori që përmenda pak më përpara, që është bërë me jeshillëqe, si që ndryshe, me lakra, me qep të njoma, me djathë të bardhë, me vezë, me qumësh dhe me miell misri është këtu. Ka një aromë shkëlqyer, edhe i bukur duket, ka krijuar atë koren nga sipër, kemi këto copëzat e djathit, këto që janë pjekur, sa të shishme bëhen. Mua më pëlqen shumë. Dhe mbi të gjitha është bërë për 5 minuta. Është, do me thënë, nuk do shumë kohë që të bëjë gati, është e vërtet ajo. E grive këta? Po, e griva. Pra, hudra, lëng limoni, edhe uthull. Uthull dhe krip? Ka të ngjyrën kështu. Jo, krip, vaj ulliri. Jo, vaj ulliri. Ka të ngjyrën anila kështu, sepse ç'është e vërteta, unë nuk i kam hedhur. Është uthull molle, nuk është uthull rushi. Okej. Pra këtë t'ja shton kështu nga sipër, a? Në kuptoj. Edhe shiko tani, ka edhe këtë ngjyrën e mirë. Po, e kuptoj. Dhe kush ka dëshirë t'ja ndjej më shumë aromën kësaj salcës, i shton vetë. E servirim edhe me një salcier. E seqëm, më pëlqen. Sa e bukur doli. Edhe spec djegës këtu. Kjo është pacja tradicionale, pace speciale faktikisht mund të them, tani ta ulim pak temperaturën se nuk na duhet. Po, tani e lëm të zihet me temperaturë shumë të ullët, siç duhet bërë dhe në shtëpi, dhe nëse ne kemi gati të shërbejmë edhe është besoj se duhet jetë gati edhe orizin ajo. basmati me barbunja, një tjetër recet Gati. që ju sot nuk dini të zgjidhni nga këto gatimet tona. Ka nevojë domethënë të qëndronte edhe pak, po s'ka problem, ne do ta servirim. Por shiko, është ajo që thash edhe për pjesën e ujit, edhe kështu se si që e odhëm, ajo do me thënë nuk ka nevojë që të jetë një pilaf i thatë, po. Mua mirë më duket, fiksaj sa duhet në fakt. Se orizi vetë edhe duke qëndruar fillon edhe vazhdon tani e fikim neve, mbulojmë me një pecet guzhine, ashtu si që bëjmë nga të nashun, dhe e kemi gati. Na ke dhënë sot sa ide të shkëlqyera Kati. Ide të thjeshta faktikisht. Të thjeshta, po që shijojnë. Mua nga të gjitha më pëlqen paçja. Paçja të pëlqen, mua më pëlqen lakrori. Edhe këtu, pak vaj ulliri, në momentin më fal Anila. Jo, s'ka gjë. Unë duhet të ndjek ty se ti e duke punuar, kështu që. Ja, sa bukur kanë dalë. Dhe kemi përfunduar pra këto. Të lumshin duar. Ti jemi një si të fundit. Çfarë Kati na ka sjellë sot? Kemi lakrorin, këtu. Kemi paçen, këtu. Edhe pjata e fundit është kjo, me oriz basmati, me barbunja, me domate të freskëta. Ja edhe një
zbukurimi fundit. Kati Klumshin Duart, na ke kënaqur sot, këtu vjen një aromë shkëlqyer gatimi që të tradite që është e vërteta dhe gjithmonë tradita ka, domethënë, gjëra të mira, janë të thjeshta, por të shijshme, të shëndetshme faktikisht. Nuk do ta ndroja paçen me asnjë gjë tjetër, sigurisht që edhe kjo, domethënë, lakrori me këto lakërinjat, të themi, të pranverës bëhet shumë i mirë, shumë i shijshëm dhe me bulmetin, pra janë lakërinjat dhe bulmeti, janë të dyja të pranverës. Domethënë, fillojnë bagëtit që kemi atë qumshin e pranverës, jo se s'kemi një gjithë sezon, domethënë gjithkohës, por në pranverë kanë në tjetër ndryshim. Patjetër. Edhe kjo receta kështu që shumë e këndshme edhe për fëmijët, për ta shijuar barbunjat që ata që nuk e kanë shumë qejf, domethënë në gjellë edhe kështu është mënyra më e mirë për ta shijuar sepse bëhet shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme dhe e freskët faktikisht. Nuk kemi salca të rënda këtu, thjesht domate që na e bën më të thjeshtë gatimin tonë. E kemi përfunduar. Më duhet të lumshin duart, të duhet. Më duhet të falenderoj Anvisa të qëndruar me ne. Ju uroj, domethënë, që të keni një ditë bukur në vazhdim dhe dua t'ju them Anvisave që mënyrën se si përgatitëm paçen, përgatiteni dhe juve në shtëpi, është mënyra më e mirë, mënyra tradicionale që unë këtë kam mësuar, domethënë ishte gatimi i parë që kam mësuar që sa kam mbaruar shkollën. Mënyra se si është, po. Është diçka që më shijon dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë, qoftë në dimër, qoftë edhe në gjitha stinët. Kështu që përgatiteni, bëjeni, do të ngeleni vërtet shumë të kënaqura. Pastaj përgatimin tjetër, emërtimin vendoseni vetë juve në treva të ndryshme, emërtime të ndryshme, shijoni, gatoni. Shija është e njëjtë. Kjo ka rëndësi që shijon po kaq shumë në çfarë do lloj treve apo. Faleminderit, kënaqësi. Kënaqësia e gjitha jona, falenderoj Kati. Nesër do të kemi të tjera gatime të këndshme, të shijshme, të thjeshta, ekonomike për t'u provuar e për t'u shijuar nga të gjithë dhe mos humbisni gatimin e ditës së premte. Këto ishin gatimet për sot, të cilat pak minuta më vonë mund t'i gjeni duke klikuar në dy adresat tona zyrtare në YouTube, pra në News 24 ose në Villa 24. Nëse s'ta keni parë nga fillimi, i keni aty të gjitha nga fillimi deri në fund për t'i parë apo për t'i rikthyer sa herë që humbisni ndonjë moment gjatë shpjegimeve të Katerinës. Tani është momenti që ne të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe më pas me 3 të ftuara do të jem në studio dhe me një temë interesante për t'ju sjell. Shkëputemi për reklama, vim prap.